Unë ekonomist nuk jam, në fakt as jurist, as ekonomist, jam gazetar, po ajo që më thonë është vërtet që krizat globale gjithmonë shkaktojnë telashe dhe turbulenca në për secilin shtet, në secilin shoqëni. Mirë po zakonisht në ato shoqënit që janë pak më të zhvillume, janë pak më të avancume, më të përgjegjshme, zakonisht qeverit hartojnë politika, po edhe ekonomike, në mënyrë që i parashohin fakt krizat, edhe nëse ato kurs ndodhin, ata i parashohin krizat, ndajnë fonde, krijojnë rezerva, në mënyrë që popullata mos më kanë shumë e prekun prej rritjes çmimeve. Mirë po të na si duket me drejt e tha, edhe kur e nise që tha na ma shumë merremi jemi hini far rrethi vicioz dhe veç po sillemi rreth saj, rreth politikave, rreth politikës në fakt, rreth një absurditeti që po na ndodh neve që një vjet e gjys, që është krijimi i institucioneve që në fakt nuk ish dashur një çështje e krijuar në mendoj vetë prej politikanëve, për shkak se jo që nuk ka zgjidhje, jo që nuk ka ndonjë farë mundësie për me kriju ose me ndërtu institucionet edhe me ecë përpara, po është qëllimi i politikanëve të na, i atyre që na udhëheqin. Edhe mendoj që, po, normalisht që na prek, sidomos shoqënitë si na prek mas shumti, për shkak se nëse nisemi prej aspektit e jemi në vend me një aspekt social kogja dopt, gjithashtu edhe me një ekonomi kogja dopt, nuk ka politika serioze ose politika të mirëfillta, politika që shihen, mirëfillta ekonomike që të hartume, ose strategji ekonomike të hartume prej qeverisë. Kështu që normalisht që këto situata janë të na prek që një kohë gjatë, nuk është prej tash kjo punë, se rritja e çmimeve ka fillu para disa viteve, para ma shumë se 3-4 viteve, ndërsa në anën tjetër aspekti social është për toke. Kështu që plus tash shtoja kësaj edhe këto krizat e mëdha globale, cilat sigurisht që kanë me prek, se rritja e naftës tani është zinxhir, më thonë në rritjen e të gjitha çmimeve tjera, përpos asaj që do të me jetë s'kom tash, që është më mirë, ajo është e shnetshme për mendimin të me jetë në kom. Jo me një shtet po veç beton. Po s'ka lidhje me lëviz. Po ajo që do me thonë është që mendoj që problemi kryesor në Kosovë është mungesa e strategjisë, mungesa është as din, a janë të padijshëm, as janë. Nështë është çështje që mujmë edhe me diskutua, me fola, apo a kemi ekspert apo s'kemi ekspert që dim një parashiku këto situata, që na mos me u zhyt në këto situata, çështje tjetër, po situata në cilën jemi është jashtëzakonisht e rëndë që pritet më rënua alo më shumë. Sidomos derisa të presim tash këtë vendimin e gjykatës kushtetuese, edhe ndoshta flasim. Po pritet që nesër të shohim. Po besoj që po, se do është gati në afro.